Dy rivalet e përhershëm dhe më të mëdhenj, dy skuadrat më të trofeshme të basketbollit ton po përballen sonte këtu në Minatori në El Klassikon e dytë të basketbollit kosovar për si vjet. Adhurues të basketbollit kudo që jeni në këto çaste, Kosovë, Shqipëri, trojtona etnike, Evropa apo Amerikë, mirë se po vazhdoni të qëndroni me Art Motion, adresën numër 1 të sportit në shqiptari, ku radhën e ka edhe një spektakël dhe fez basketbolli, Trepqa Sigal Prishtina. Dhe çdo gjë është e gatshme atje. Topin i pari e merr Hasbrook dhe tenton për 3 pikë Kramer me Hasbrookun në anën tjetër, pra për Prishtinën Burns, Morina, Duksa, Gjosa dhe Kramer. Dhe atje Jones shënon pikët e tij të para në asistim për mrekullim mbi Kramerin e ngulit. Altin Morina atje nuk kuptohet me Duksin. Amzil nga ana e kundërt e tabelës realizon, nuk po funksionon Burnsi me Kramerin sikurse Polloshka me Kramerin. Haxhosaj për mrekulli atje në kontakt. Kramer e merr Burns. E tani funksionon alley hoop. Burns më në fund e shfrytëzon shtatlarësinë e Kramerit. Sa bukur e vjen te top kundër sulmi shpejt. Mustafa Amzili, opa. Sa me vëmendje atje dhe me kujdes shënoi. Ishte një dy luftim i snajperistave. Dukes atje realizon për mrekulli atje Amzili për Sean Johnson me 4 treshe nga 5 tentime. Tentim atje për 3 pike pengon Altin Morina tunën, i cili me gjithate deporton atje Drilon Hajrizi, i cili për mrekulli tenton mja vjedh topin të Mushiqit, kërkojnë atje faul të bën, sepse kanë edhe një faul për të dhënë dhe në një situatë pa rrugdalje. Ufa, çfarë asistimi nga Mikajlet Mushiqi. Ishte në një moment në pozitën e tretë, mirë po so bukur atje Dom Polloshka. Burns për mrekulli atje e vjedh të top, ik në kundërsulm dhe Bailey është atje pranë tij, bën blok Clarence. Shumë i papërshtatshëm, tepër i lëvizshëm, deporton dhe shënimi pranohet. Kalon e përsi për 20-21. Tash gati 3 minuta, nuk pati shënim. Gashi për Sean Johnson. Asiston kapiteni i ri, i pari në sulm dhe pikët e para. Përgjigjet në anën tjetër Hasbrook me treshe për 29 me 23, treshja e dy tani. Përgjigjet edhe Dukes në anën tjetër tani. Rolin e playmakerit. Uso bukur atje me Sean Johnson. Ish bashkëlojtarët kujdesshëm e vjedh këtë top. Drilon Hajrizi tenton dhe treshën e realizon. E përsin e parë dy shifrore e shënon. Ka një pozitë shumë e vështirë, tenton e huq mirë, po Hasbrook ka 10 sekonda për këtë sulm. Deporton derën në fund Hasbrook dhe realizon për kundër 4 personaleve. Vazhdon të mbajnë Lojdion Haxhosajn, i cili e huq mirë, po Adrio Bailey e përmirëson. Bukur atje, pick and roll, fantastik atje, shumë thjesht edhe pse mbeti një mismatch. Mustafa Amzili mbetet i vetmuar, tenton dhe realizon treshën. Skuadra e Prishtinës definitivisht pa organizimin e Dom Polloshkës. Ja, atje Mikajlet Mushiqi, pick and roll i ti, mirë, po nuk e pason topin Halil Dukes dhe Elijah Clarence realizon treshën në tentimin e tij të tretë, pika e 9 e Clarenceit. Shtyhet atje nga prapa Dardan Kapiti dhe me këtë lojë Prishtina s'ka çfarë të kërkon atje. Ja tani edhe Clarence gabon atje Haxhosajt. Mushiqi për mrekulli me asistimin e 4 të tij dhe 20 pike përsi për ta. Dhe pasim edhe një top i humbur i Dukesit kundër sulmi shpejt. Mustafa Amzili
e ngulit atje për 62-40, dominim absolut tani i Niko Qirve. Dribling prapa shpinës, Deport, sa bukur, me të vërtet, sonte super i disponum për vetëm 3 pika ajo treshe parës, mirë, po ja vjen treshja edhe nga Beli. Anën tjetër, Batën Tuna tenton dhe përgjegjet në treshe me treshe e Trepqës, e cila po dominon absolutisht tentim i Dionit Haxhosajt. E Golden Eagle Dardan Kapiti depërton dhe realizon për të ciklit vjeshtore ka kundër tentimi Batën Tunës para kualifikimeve të Kosovës të FIBA-s me 29-30 nëntor për mrekulli atje e kaluar e dhurës të basketbolit në mënyrë identike. Amzil atje realizon të një ndeshje historike të jashtëzakonshme për Markiz, i cili sonte pra realizojnë 9 asistime. Për mrekulli tani Mustafa Amzili për Dardan Kapitin, po bashkëpunojnë në mënyrë fantastike tandemi i Haxhosaj, luft me Venis Halitin, realizon pran Halitit, natyrisht e ka përvojën, do të ishte asistimi 10 i Tmushicit. Clarence depërton atje dhe realizon, nërsa pa tjetër duhet theksuar se Tmushici sonte tentim atje edhe shënimi. Dardan Kapiti tenton për treshe e huq dhe Venis Haliti me kërcim në sulm dhe shënim 95-69 sekondat e fundit. Blokada atje dhe ndeshja mbyllet me rezultat 95-69 dallurës të basketbollit.